Në zemër të Prizrenit, qëndron një monument me rëndësi të dyfisht, Xhamia Gazi Mehmet Pashës apo e njohur si Xhamia Bajraklis. Ajo u ndërtua në vitin 1575, në një kohë kur Prizreni ishte një qendër e rëndësishme tregtare dhe administrative e perandorisë osmane. Gazi Mehmet Pasha, një nga figurat më të shquara të qytetit, e ndërtoi këtë xhami me qëllim që t'ia lehtësonte jetën fetare dhe shoqërore komunitetit musliman. Por pa e ditur se 5 shekuj më vonë, ajo do të njihej për një rol shumë të madh. Pikërisht në këtë xhami, në qershor të vitit 1878, u mblodhen krerët e kombit, delegatët e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Asnjë shtëpi dhe asnjë mejtep nuk kishte vend të mjaftueshëm për të gjithë ata. Thuhet se ishin 300 delegatë dhe shoqëruesit e tyre nga të gjitha trevat shqiptare. Ata zgjodhen hapësirën e madhe të xhamisë për këtë kuvend. Imagjino korridoret e saj të mbushura me zëra, hapat që gumzhin, flamujt që valvitin me krenari dhe burra që kishin ardhur nga të gjitha trevat shqiptare, nga Shkodra, Gjakova, Dibra, Janina, Tetova, Ulqini, Plava dhe Gusia. Prandaj, Xhamia Bajraklis u bë salla kuvendit të kombit. Nën kupollën e saj, njerëz të mëdhenj si Abdul Frashëri, Ilyas Pash Dibra, Ymer Prizreni dhe Haxhi Zeka morën vendimin historik për të kërkuar krijimin e shtetit të tyre. Ky ishte hapi i parë serioz drejt pavarësisë së shtetit shqiptar.